Fatin e zonjës Krasniqi nuk e kanë pasur edhe disa të moshuar tjerë, të cilët gjatë pritjes së një vendimi gjyqësor kanë ndërruar jetë. Unë jam Rita Rezniqi prej Qendrës për ndihmë juridike falas të Institutit Kosovës për Drejtësi, që i kemi ofruar ndihmë juridike falas zonës. Në rastin konkret, pas kontaktimit prej familjarëve, e kemi kuptuar që e kanë pranuar ftesën për seancë dhe njëkohësisht na ka njoftuar që fatkeqësisht paditja, domethënë pala jon ka vdek, kështu që lidhur me këtë rast na kemi ardhur edhe me pru dëshminë e vdekjes. Gjykata e gjendur në një rrethanë të tillë për shkak të vdekjes së palës paditëse, i cili fakt vërtetohet përmes certifikatës së vdekjes, bazuar në nenin 277 të ligjit të procedurës kontestimore, shkurtimisht LPK, bie këtë akvendim, ndërpritet procedura në këtë çështje të konfliktit administrativ sipas padisë së kundër të paditërës me FPT e evidentuar me shenjën A.N.R.762/24, prejse për shkak të vdekjes së paditëses. Pika 2. Procedura e ndërprerë do të vazhdoj pas plotësimit të kushteve procedurale e pasi që trashëgimtarët e paditëses të marrin përsipër procedurën, procedura do të vazhdoj sipas propozimit të palës së paditur apo edhe të trashëgimtarëve të paditëses. Ligji është shumë i qartë, ashtu sikur se tash është konsoliduar edhe praktika gjyqësore në këtë fushë. Ajo që mbetet e pa kuptim dhe e pa qartë është qasja e Ministrisë Punës, Financave dhe Transfere. Prandaj thjesht është legjitime shtrohet pyetja se pse qytetarët, veçanërisht personat e moshës shtyr, duhen me vazhdu dhe me përballë me procese të gjata, të lodhshme, fillimisht për brenda institucioneve administrative, pastaj edhe në rrugë gjyqësore, thjesht për me realizuar një të drejtë që ju garantohet me ligj. Na kemi pas raste konkrete, fatkeqësisht ku pas iniciimit padisë, gjatë pritjes vendimit gjyqësor, palët kanë ndrru jetë. Dhe deri më tash bëhet fjalë për rasteve tona diku rreth 10 raste të kësaj natyre, ku procedura është ndërprer pastaj në momentin e vdekjes së palës. Dhe normalisht se ballafaqimi me situata të tilla është thellësisht i dhimbshëm, sidomos kur dispozitat ligjore janë shumë të qarta, edhe gjykatat e kanë konfirmuar këtë drejtë. Prandaj në këto rrethana, pamundësia e realizimit të drejtës nga një individ për shkak të moszbatimit të ligjit prej vetë institucioneve shtetërore është më zbuti thënë kështu e papranueshme, sepse në secilin rast, pastaj pas vdekjes palëve ndërpritet procedura, por në këto raste ne i këshillojmë familjarët që pastaj pas përfundimit të procedurës trashëgimisë vazhdojnë me ndjekjen e çështjes, por mbetet fakt që e drejta pju mohohet atyre që ju takon, sa herë që ata nuk arrijnë që ta gëzojnë pensionin përkatës gjatë kohës sa janë gjallë. Po, natyrisht që edhe tek unë, por edhe tek gjyqtarët tjerë, ka pas raste që gjatë procedurës gjyqësore jemi njoftuar që pala në procedurën këtë rast pala paditëse ka ndrru jetë. Padyshim që kjo përbën sfidën e vete, sepse palët presin të sigurojnë drejtësinë gjatë kohës sa janë gjallë. Edhe në ato raste, sipas ligjit, gjyqtarët janë të obliguar që ta ndërprej procedurën gjyqësore dhe vendimi i dorëzohet familjarëve. Familjarët nëse vlerësojnë të ullës, kanë mundësi që ta vazhdojnë procedurën gjyqësore, sepse kërkesa e palëve në këtë rast ka të bëjë me kompenzim. Edhe kompenzimi hyn në kuadër të drejtave që trashëgohen te trashëgimtarët. Edhe ka pas raste që pastaj familjarët kanë propozuar vazhdimin e procedurës gjyqësore dhe gjykata ka qenë e obliguar që ta vazhdojë procedurën dhe të vendosë me vendim meritor këto raste.